Mistri me aflatoksin që vë në rrezik shëndetin e kafshëve dhe të njerëzit nuk prodhohet nga ferma shqiptare, por nga fermeri serb. Autoriteti kombëtar i ushqimit në pikën kufitare të Hanit të Hotit ka bllokuar 15 kamion me misër, ku pesha totale e mistrit të dyshuar me aflatoksin kap shifrën e 420 tonëve. Inspektorët e ushqimit janë duke zbatuar urdhërin e ministrit Andis Salla, i cili ka kërkuar analizim të çdo ngarkese me misër. Ndërkohë, burimi për Top Channel mësojnë se kamionet për analizim nuk janë dërguar vetëm në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe të Veterinarisë, por edhe në laboratoret e akredituar të shteteve të Belgjikës dhe Italisë, pasi rezultatet e analizave në këto vende dalin shumë herë më shpejt se ato të laboratorit ton. Aflatoksina cilësohet si një nga toksinat më të rrezikshme për shëndetin e njerëzit. Nëse kafshët konsumojnë misër me aflatoksin, më pas ky myk dëpërton edhe në qumësht dhe për fat të keq nuk shpërbëhet në asnjë proces përpunimi. Organizata Botërore e Shëndetit aflatoksinën e cilëson si një nga toksinat më të rrezikshme për shëndetin e njerëzit, pasi ajo mund të shkaktojë sëmundje kancerogjene. Mykotoksina në ushqimin blegtoral krijohen atëherë kur mistri nuk mbahet në kushte të mira magazinimi, ku sipas rregullit, fermerët të gjithë ushqimin duhet ta ruajnë në vende të thata dhe jo në ato ku prezente është lagështira. Ushqimi i kafshëve që vjen nga Serbia në Shqipëri është i kontaminuar me toksinë kancerogjene aflatoksin, dhe këtë e treguan dhe rezultatet të analizave që dolën në 7 nëntor, ku AKU bllokoi ngarkesën e parë me 25 ton misër. E gjithësasia e misrit prej 420 tonëve për destinacion ka fermat blegtoriale të vendit ton. Fermeri ynë është i detyruar që stallën ta furnizojë me misër importi, pasi në Shqipëri fushat me misër janë gjithnjë në të kurrje. Kjo sepse fermeri i dritharave është më i keq subvencionuari në rajon. Përpasoj, kolegu i tij nga Serbia, kostot e prodhimit i ka më të ulta dhe marzhin e fitimit më të lartë. Kjo politikë e gabuar ekonomike ka detyruar fermerin ton që lopët, delet dhe shpendet t'i rrisi me ushqime të rrezikshme nga Serbia.